Thuaj çdo herë, elhamdulillah. Të jesh i preferuar te babai, a është mirë apo keq? Pa dyshim që është mirë. Është dashuri, është përkujdesje, është nder. Mirë po pikërisht kjo u bë shkak që Jusufi të hidhej në pus. Hedhje në pus, a është mirë apo është keq? Është keq. Është errësirë, është vetmi, është dhimbje. Mirë po pikërisht ajo errësirë u bë rruga që ai të nxirrej nga pusi dhe të dërgohej drejt pallateve të Egjiptit. Të jetosh në pallatin e Egjiptit, të thuhet, ha e pi çfarë të duash, a është mirë apo është keq? Është mirë, është begati, është reati, është mirësi. Mirë po edhe kjo begati u bë shkak që ai të sprovohej dhe të futej në burg pa drejtësisht. Burgu a është mirë apo është keq? Është keq, është mërzi, është vuajtje. Mirë po pikërisht burgu u bë shkalla prej njaj u ngrit derisa Allahu e bëri ministër në Egjipt. Prandaj, o besimtar, mos u ngut në gjykimin e njarjeve. Ajo që sot të duket e keqe, nesër mund të jetë fillimi i një mirësie të madhe. Ajo që sot të dhemb, nesër mund të ngrej në nder dhe sukses. Kështu që çfarëdo që të ndodh në jetën tënde, mendo mirë, shiko me shpresë, bëhu pozitiv dhe thuaj gjithmonë, elhamdulillah. Marrën nga Hoxh Hysni Berisha.